Policia përdori gaz lotësielës, spraj me piper dhe ujë me presion, ndërsa protestuesit përdorën vezë, domate e sende të tjera për t'i goditur gjatë përshkallëzimit më të ashpër të protestës para kuvendit. Përplasjet nisën pasi protestuesit tentuan të çajnë kordonin policor me qëllim për t'u zhvendosur në drejtim të godinës së kuvendit, përreth të cilit blut kishin krijuar 2 perimetra sigurie, qindra metra larg. Ministri i Brendshëm publikoi një video që tregon se protestuesit qelluan edhe me gur. Përplasjet zgjatën për disa minuta, gjatë së cilës makina udhëheqëse e policisë së shtetit nuk bëri asnjë dallim mes atyre që lëshonte ujë me presion, përfshirë gazetarët e operatorët që po raportonin për zhvillimet. Paralelisht në rrugën e Elbasanit, një grup më i vogël protestuesish bllokoi disa herë qarkullimin e mjeteve, çka u bë shkak për përplasje me forcat e policisë. Protagoniste ishin kryesisht gra, mes të cilave kjo e moshuar. Bilanci paraprak i përplasjeve ishte 6 punonjës policie dhe 11 protestues të lënduar, që përfunduan në spital për ndihmë mjekësore, sipas Ministrisë së Shëndetësisë. Për shkak të perimetrit më të gjerë të sigurisë që kishte krijuar policia, deputetët e kishin më të lehtë se në 2 protestat e mëhershme që të futeshin në kuvend, por jo të gjithë i shpëtuan vezëve e domateve, që ishin arsenali kryesor i protestuesve këtë të njëjtë. Pas minutave të tensionuara, protesta u qetësua dhe qytetarët e efektivet e policisë së shtetit qëndruan për disa orë ballë për ballë në ndjell, ndërsa në kuvend debatohej politikisht për ta.